kërkim, për mu në maj shumë për informacionet e marra për bankën qendrore, për kartën e debitit dhe të kreditit, mënyrën se si mundena me i përdor dhe gjithashtu në maj shumë për mënyrën e përdorimit paras dhe sa vlerë ka ajo tek rinia sotme. Ajo që ka meti ma shumë mendin teme ishte mënyra depozitimit edhe se si njerëzit ishin të lirë që shkonin në bankë edhe të kurseshin ato para pa të ndime edhe t'i menshin në një fat caktuar. Mendoj se në të ardhmen, kjo informacion do më ndihmojë se si të kryej veprimet e ndryshme bankare dhe si të mirëmbajë llogaritimet.